Irena Maneku, si pas dokumentave Gjoka Dumani, si pas dokumentave që kam paraqitur këtu, është përzën zbuar 2 herë nga Greqia, sepse ka falsifikuar dokumenta dhe jo vetëm dokumenta, po ka falsifikuar edhe kombësinë e saj. Ka shkuar me dokumenta dhe me vizë të falsifikuar, çka dënohet si akt, por ka shkuar edhe me kombësi të falsifikuar, mbasi është paraqitur si minoritare në një kohë kur ajo është myzeqare. Me porositë e Edi Ramës, Altin Troplini i hap çështje penale kësaj pa emër. Pse pa emër? Sepse nëse do t'i hapte çështje penale me emër siç ishte njeriu i përzan nga Greqia, njeriu i dënuar në Greqi, atëherë ajo duhet të largohej nga detyra automatikisht me hapjen e çështjes penale. Por çështja penale u hap pa emër, për të mbyll me emër. Çfarë mbyllje të turpshme? Një mbyllje të tillë mund të bëjë vetëm Altin Troplini dhe askush tjetër.